kjo është minimalisht transparenca këtu është, nuk ka nevojë as për studim, as për para, apo jo, zoti Alibej. Duhet ishte diçka e përshme. Pra, kur ka situatë emergjence, keshi duhet çdo orë të na jepte buletinin e rreshjeve, sa është kaskada aty, sa është, nuk e bën. Mjaftohet vetëm me njoftim. Për fat mirë për eksperiencë që pada si perfekt, nuk më rastisi të kem rreshje dhe përmbytje. Por më tepër mora ke zjarret. Po gjithsesi, po patjetër. Gjithsesi edhe për këto se duhet ishe i përgatitur që përpara, ka pasur gjithmonë themi objektiva apo kërkesa ndaj institucioneve ndryshme, bashkive në rastin konkret apo dhe institucioneve tjera, në cilët ti paralajmëron për çfarë masës duhet marrin. Edhe këtu ka të bëj pastaj me mënyrën se si është operuar, sa seriozisht e kanë marrë, si i kanë ndjekur, pra gjithçka duhet marrë edhe sipas veçorisë së bashkive të veçanta. Kështu që unë paktën për qarkun e Vlorës ditë them shumë gjëra, por që këtu nuk është. Nuk është tema. Megjithëse sot ka patur përmbytje edhe në Vlorë sot. E përmendaj çik. Shiko, ne kemi bërë ka pasur mbyllja e stacionit meteorologjik të Përmetit. Është një problem i cili mua më duket absurditet që është bërë, sepse ne kemi bërë betejë që ai. Kur është mbyllur ky stacion? U mora vesh që nga mbyllur dhe sot e kanë hapur vetëm kështu privatisht për të parë nivelin e prurjeve të Vjosës, për të parë pikërisht se sa do të jetë prurjet në orët e mbasdites të darkës apo nesër, dhe kjo është nonsens. Ky stacion ka funksionuar gjatë gjithë kohës dhe mas të pikërisht nivelin e Vjosës. Që vjet është folur që nuk ka fonde për ta mbajtur etj, po ai duhet pikërisht për një ditë. Një ditë. Jo, kjo është mirë bëre që nënvizove se është një element i cili realisht është dhe një apel për autoritetin në këtë rast. Bashkia Përmetit mund të ketë, është një bashki e varfër, por mund gjenden forma ndryshme që ai stacion meteorologjik, nuk e di kush e ka thënë këtë urdhër të mbyllet, po sot për shkakun shikojmë që realisht ka një rrezik për nesër që nga sasia e prurjeve që do të ketë dëshire e tjerë, që nesër gjatë paraditës mund të ketë problematike, mund të arrijë. Në cilin rajon? Rajonin Fije-Vlorë? Për zonën e fundit fundor të Vjosës. Po. Që ka një rrezik, zona urbane? Shpresojmë të mbaj, por ç'është zona në Voseles apo zona dhe këtej nga Fieri. Kur ai që është prefekt zakonisht është edhe jo të gjithë, po paktën në Vlorë është dhe kryetari i basenit ujor të Vjosës. Dhe në këtë kuadër ne ke si detyrë tonë funksionale, domethënë që dish jo vetëm për qarkun e Vlorës, por për gjithë basenin dhe që përfshin nga Korça e domethënë Gjorokastra, Fieri, Vlora. Kështu që në këtë kuadër prandaj jam